Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ja si t'i keni rrobat e bardha pa pasur nevojë të përdorni zbardhues, kjo metodë do ju befasoj. Shpesh herë për zbardhjen e rrobave përdoren detergjent të ndryshëm, një ndër to është pikërisht edhe klori. Studime të shumta kanë treguar se klori mundet të dëmtojë shëndetin ton pasi ndikon në formimin e gazeve dhe lëndëve helmuese, të cilat gjithashtu munden që të shkaktojnë komplikime të frymëmarrjes, dëmtime të veshkave, si edhe mund të kthehen në shkaktar të sëmundjeve të veshkave. Për fat të mirë, ju nuk duhet të hiqni dorë nga rrobat krejtësisht të bardha për shkak se keni vendosur të shmakni zbardhuesit artificial. Opsioni më i mirë, i cili mundet që të zëvendësoj këto produkte potencialisht të dëmshme, është pikërisht lëngu i limonit. Ai mundet që të përdoret të paktën në 2 mënyra. Thjesht shtoni një gotë me lëng limoni në lavatriçe në mes të ciklit të larjes. Pas larjes, lërini rrobat jashtë në diell për t'u tharë. Vendoseni rrobat e bardha në një legend të madh me ujë të nxehtë. Shtoni aty një sasi të madhe me lëng limoni në legend dhe pastaj vendoseni rrobat e bardha duke i lënë atje gjatë gjithë natës. Mos i lini rrobat në lëng limoni për një periudhë të gjatë kohore. Ditën tjetër hiqeni rrobat nga lëngu i limonit dhe vendoseni ato në lavatriçe, duke shtuar kështu detergjentin që ju përdorni zakonisht për të larë rrobat. Rezultatet tuaja do të jenë pozitive. Rrobat e bardha kanë tendencën për t'u njollosur shumë lehtë me çdo lloj substance e cila vjen në kontakt me pëlhurën tuaj, ose pasi përdoret shumë, tashmë ajo fillon edhe shfaqet në ngjyrë të verdhë. Për të zbardhur rrobat tona, ne pothuajse gjithmonë përdorim kimikate që tregtarët na i shesin, veçanërisht ato të cilat përmbajnë klor, dhe kjo duhet të jetë zgjidhja më e mirë për të rimarrë atë ton të bardhë dhe të pastër të rrobave tona. Është vërtetuar njëkohësisht se këto produkte funksionojnë në një mënyrë shumë efektive dhe munden që të jenë zgjidhja më e thjeshtë për zbardhjen e rrobave. Megjithatë, kimikatet e përdorura në këto nuk janë as pak të shëndetshme dhe gjithashtu munden që të dëmtojnë edhe mjedisin. Për të parandaluar gabimet me produkte klori dhe të zbardhni rrobat në një mënyrë më miqësore me mjedisin, atëherë ne do të ndajmë me ju disa truke pastrimi me produkte natyrore, të cilat ju mundet që t'i merrni në konsiderat për të hequr qafe, njollat dhe për të rimarrë ato rroba të bardha me shkëlqimin e mëparshëm. Uthull e bardhë. Përveç të qenurit një produkt i cili ndihmon në heqjen e njollave dhe papastërtisë, uthulla e bardhë nuk është as pak agresive me pëlhura dhe gjithashtu i ndihmon ato që të zbuten në një mënyrë që të mos keni nevojë të përdorni zbutës rrobash. Si ta përdorni? Shtoni 1 deri në 1 filxhan e gjysmë uthull të distiluar të bardhë në detergjentin tuaj të pastër natyror dhe lajni si zakonisht. Nëse veshja juaj ka njolla në qafë, në sqetulla apo në zona të tjera, aplikoni uthull në zonën e prekur dhe lëreni të veprojë 1 orë para shpëlarjes. Bikarbonat sodiumi ose soda e bukës është një produkt që përveç të qenurit shumë i lirë, ai vepron në thellë në pëlhurë, duke eliminuar njollat dhe nga ana tjetër duke siguruar kështu edhe të gjitha efektet e dëshiruara si edhe butësi. Si ta përdorni? Shtoni gjysmë filxhani sodë buke në detergjentin tuaj natyral dhe kryeni një larje tepër të zakonshme. Më pas, mos harroni që të ndani gjithmonë rrobat e bardha nga ato me ngjyrë. Për pika të mprehta aplikoni direkt të përzier me pak lëng limoni. Peroksid hidrogjeni.
Peroksidi i hidrogjeni gjithashtu është një produkt i cili ndihmon për të zbardhur dhe të kujdeset për rrobat tuaja duke qenë se ai nuk përmban as pak klor. Si ta përdorni? Në larje normale shtoni gjysmë gote peroksid hidrogjeni -3% me detergjent natyral. Gjithashtu mund të aplikoni direkt në njoll. Lëng limoni. Lëngu i limonit është një astrigent natyral i cili pastron në thellë dhe heq të gjitha llojet e papastërtive dhe e lë lirinë e freskët të bardhë. Si të përdoret? Mbushni një tenxhere me ujë dhe me feta limoni. Derdhni aty një qiban dhe pastaj thithni rrobat tuaja për 1 orë përpara se t'i lani ato rregullisht. Një tjetër alternativë e mirë është përgatitja e një zgjidhjeje sapuni ku do t'ju duhet një lugë gjelle krip dhe 2 lugë me lëng limoni. Thithini rrobat në këtë përzierje dhe më pas lëreni që të thahen në diell. Qumshti. Ky përbërës i natyrshëm ndihmon gjithashtu për të kujdesur për rrobat dhe i ndihmon ato që të zbardhen. Rekomandohet sidomos për veshje delikate ose pambuku. Si ta përdorni? Futeni veshjet tuaja në një tas me qumësht, lëreni aty për disa orë dhe më pas lajini si zakonisht. Këshilla për të mbajtur rrobat e bardha. Veshjet të bardha kërkojnë kujdes të veçantë për ta mbajtur atë në një gjendje të mirë dhe me një ton të shndritshëm. Nëse kjo ngjyrë është e preferuar për zgjedhjen e rrobave, mos u mbisni këto këshilla. Kushtojeni vëmendje detergjentëve që do të përdorni. Përpiquni t'i thani rrobat tuaja në një vend me diell, pasi rrezet e diellit ndihmojnë në ruajtjen e synimeve të ndritshme dhe njëkohësisht të bukura. Nga ana tjetër, edhe gjyshet tona më parë, kur nuk kishin lavatriçe për të mbajtur rrobat e bardha borë, si ditën e parë që ju i keni bler, kanë treguar disa truke. Sipas tyre, rrobat e bardha kanë nevojë të trajtohen përpara se ato të lahen në lavatriçe. Dhe për të hequr qafën, njollat më kokforta dhe të tmerrshme të djersës dhe jo vetëm, ju duhet një pastë e përgatitur në kushte shtëpie nga 3 përbërës. Detergjenti i lëngshëm që pastron edhe yndyrën, mund të jetë edhe ilaçi i enëve, peroksid hidrogjeni dhe sodë buke. Përzini në raportin 1:2 detergjenti me peroksidin e hidrogjenit dhe aplikojeni më pas mbi njoll. Më pas shtoni pak sodë buke dhe me ndihmën e një furçe fërkoni copën e veshjes derisa pasta të përthithet nga fibrat e bluzës apo të këmishës tuaj. Sigurisht, pas pastrimit lëreni për të paktën 1 orë ose më shumë dhe më pas lajini atë siç ju bëni zakonisht. Gjyshet pretendojnë se kjo metodë gjithashtu është e vlefshme edhe për njollat në rrobat e errta, por këshillohet që të mos e lini përzierjen për një kohë të gjatë në rrobën tuaj pasi mund të zbehet ngjyra. Sodë buke. Përgatisni një përzierje me një filxhan çaj me sodë buke me 4 litra ujë dhe zhyteni rrobat në të. Pak minuta më vonë, ju do të shikoni rezultatet e dëshiruara. Lajini më pas si zakonisht. Uthull dhe limon. Një përzierje akoma dhe më efikase dhe më madhështore për pastrimin e rrobave. Ju duhet vetëm të shtoni një lugë gjelle uthull molle dhe një lugë gjelle lëng limoni tek pastruesi juaj i zakonshëm dhe pastaj lëreni këtë përzierje që të kryej largimin e njollave, edhe pse ajo ka një erë të fortë. Aspirin. Merrni një enë me ujë dhe shtoni aty 6 aspirina të grimcuara në të dhe pastaj zhyteni rrobat në këtë përzierje për rreth gjysmë ore. Pas kësaj lani rrobat me detergjentin tuaj të zakonshëm dhe ato do të jenë pa as edhe një njollë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë
çdo ditë kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.